Thot Allahu në librin e tij Fisnik: "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida." Ky ummet është ummet i vetëm. Është ummet i cili synon forcimin e vëllazërisë, unifikimin e besimtarëve. Agjërimi, apo themi kështu, tek agjërimi reflekton ky kuptim i këtij ajeti. Nëse shohim hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjejmë sa i thot: "As-sawmu yawma yasumu an-nas." Agjërimi duhet të bëhet atëherë kur njerëzit agjërojnë. E edhe prishja e agjërimit duhet të bëhet atëherë kur njerëzit prishin. Thot Allahu Jalla wa Ala: "Innamal mu'minuna ikhwa." Besimtarët janë vëllezër. Pra, këto ajete edhe ky hadith synon, apo prej objektivave të tyre është unifikimi i besimtarëve. Në agjërim shprehet në fillim të Ramazanit dhe në përfundim të Ramazanit shprehet qartë një kuptim i thellë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendëm, thotë se agjërimi duhet të fillojë kur njerëzit agjërojnë. Pra, kërkon unifikimin e besimtarëve. Edhe mund të konkludojmë se agjërimi është një, gjithsesi fillimi dhe përfundimi i Ramazanit, është një adhurim kolektiv, i cili duhet të fillohet si i tillë edhe të përfundohet si i tillë, se Allahu e synon unifikimin. Andaj, çdo tentativë për t'i tejkaluar këta kufi, për të uvequar me këtë apo me atë argument, mundemi të themi se e cënon këtë kuptim edhe këtë objektiv të drejtë të shariatit.